në komunën e Obiliqit me prioritet i kisha dhënë shëndetësisë që jashtëzakonisht është në nivelin jo të dur, edhe arsimi gjithsesi dhe infrastruktura pjesërisht. Në shëndetësi ne e dim që realisht KMF-ja në Obiliq është premtu në 2021 dhe nuk është realizu projekti ende, por me që ato është që produkte bazike nuk ekzistojnë. Mungon sistemi i infuzionit, mungon treci infuzionit, mungon kanil, mungon çdo produkt bazik ose esencial që i duhet një KMF. Ndërsa të arsimi, realisht edhe pse duket që u punu diçka, shumë shkolla infrastrukturën e kanë jashtëzakonisht të dëmë. Dhe përmeni vetëm një shkollë që para disa dite, disa qytetarë më thanë se kur të bje shi, nuk mundesh me i, ato duhet me i vesh qizmet, se është problem. E pikërisht është shkolla në Milashev. Po me gjithë ata, kryetari Goshi ka premtuar edhe disa projekte tjera që si ka realizuar dhe as që i ka fillu. Është lagja për banim për familjet e dëshmorëve, që i ka premtuar për shumë kohësh, dhe në ashtu çdo zgjedhje. Janë trotuarin në fshatin Brezhnic, rruga Hysen Rajdari, rruga Rudinat, në Brezhnic, rrugë të lagja e gazhve në Sibëvc, parku në Plemetin, kanalizimi në lagjën Sadiku, kanalizimi dhe problemet kanaletat të lagja Prukshi në Hamidi. Kjo pjesa e Sibëvcit Hamidis nështë me pjesë me e pazhvillume në komunën e Obiliqit edhe që jashtëzakonisht ka bo premtimi zoti Gosh.